Mbi 200 punëkërkues të papunë në qarkun e Shkodrës kanë aplikuar për programin e vetpunësimit 2026, duke shënuar një rritje të ndjeshme të interesit krahasuar me një vit më parë. Sipas Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, kjo rritje e interesit lidhet kryesisht me dyfishimin e vlerës së financimit deri në 1 milion lek për projektet fituese. Numrin më të madh të aplikimeve i ka Bashkia Shkodër me 170 aplikime. Kemi poshtë 20 aplikime në Malcinë e Madhe dhe 15 aplikime në Puk. Në profilet më të kërkuara kryesojnë kujdesi personal, gastronomia, tregtia, artizanati, hoteleria. Me përfundimin e fazës së aplikimeve në qendrën e formimit profesional në Shkodër, ka nisur trajnimi i aplikantëve për hartimin e planeve të biznesit, mbi bazën e të cilave do të bëhet përzgjedhja e përfituesve të financimit. Kurset po zhvillohen në Shkodër, por edhe në Malcinë të Madhe. Procesi është shumë i rëndësishëm për arsye sepse gjatë këtyre 3 javëve duhet që jo vetëm të mësojnë se si shkruhet një plan biznes, po të fillojnë gjithë kursanët të fillojnë të hellin ato idetë e tyre që kishin idenë fillestare në cilën kanë aplikuar pranë zyrave të punës, të hellin në letër dhe të fillojnë ta shkruajnë vetë idenë e tyre. Për vetë punëkërkuesit, programi përfaqëson një mundësi konkrete për të realizuar idetë e tyre dhe për të krijuar një aktivitet të qëndrueshëm. Unë do të investoj për disa pajisje që të realizoj punën time nga shtëpia në mënyrë sa më cilësore. Kjo është java e parë e trajnimeve, sipas materialeve kam pa që është shumë korrekt në prezantime dhe nga idetë që kam pa, më duket sikur edhe konkurenca është shumë serioze këtë vit. Gjatë 5 viteve të zbatimit të programit të vetpunësimit, në qarkun e Shkodrës, 159 punëkërkues kanë përfituar mbështetje financiare për ngritjen e bizneseve të tyre.